Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. Kjo ditë jufton të veproni me qetësi dhe të mos merrni vendime të nxituara. Në punë mund të shfaqet një mundësi e mirë, por do të kërkojë durim dhe bashkëpunim. Në dashuri, komunikimi i sinqert do të ndihmojë në zgjidhjen e çdo keq kuptimi. Demi. Energjia juaj do të jetë e balancuar dhe do të ndjeheni më të sigurt në vendimet që merrni. Në aspektin profesional mund të merrni vlerësime për përkushtimin tuaj. Në jetën sentimentale mbizotëron harmonia dhe momentet e bukura me partnerin, ndërsa beqarët mund të njohin dikë interesant. Binjakët. Dita sjell lëvizje dhe komunikim të vazhdueshëm. Mund të merrni një lajm që do t'ju motivojë për të nisur një projekt të ri. Në dashuri shmangni nxitimin në gjykime dhe dëgjoni me vëmendje personin që keni përballë. Një bisedë me një mik mund t'ju jap një ide të vlefshme. Gaforia. Intuita juaj do të jetë më e fortë se zakonisht dhe do t'ju ndihmojë të merrni vendime të zgjuara. Në punë mund të mbyllni me sukses një çështje që ju ka shqetësuar prej kohësh. Në dashuri mbizotërojnë ndjenjat e sinqerta dhe afërsia me familjen. Kujdesuni për mirëqenien emocionale. Luani. Do të jeni në qendër të vëmendjes fal karizmës dhe besimit në vetvete. Është një ditë e favorshme për të prezantuar ide të reja ose për të marrë iniciativa në punë. Në dashuri mund të përjetoni emocione të bukura, sidomos nëse tregojeni të hapur dhe të sinqert. Virgjëresha. Organizimi dhe përpikmëria do të jenë armët tuaja më të forta. Detyrat do të ecin sipas planit dhe mund të merrni mbështetje nga kolegët. Në jetën personale, një bisedë e qetë do të ndihmojë në forcimin e marrëdhënieve. Pak më shumë pushim dhe aktivitet fizik do t'ju bëjnë të ndiheni më energjik. Peshoria. Kjo ditë favorizon ekuilibrin dhe bashkëpunimin. Në punë mund të lindin mundësi të reja përmes kontakteve ose partneriteteve. Në dashuri, atmosfera është e ngrohtë dhe plot mirëkuptim. Beqarët kanë mundësi të njohin dikë që do t'ju zgjojë interesin. Akrepi. Vendosmëria juaj do t'ju ndihmojë të kapërceni çdo sfidë. Në punë mund të merrni një përgjegjësi të re që do të sjellë përfitime në të ardhmen. Në dashuri, sinqeriteti do të jetë çelësi për të ruajtur harmoninë. Kujdes me stresin dhe përpiquni të gjeni kohë për relaks dhe reflektim. Shigjetari. Optimizmi juaj do të ndikojë pozitivisht tek njerëzit përreth. Mund të planifikoni një udhëtim ose një aktivitet që do t'ju frymëzojë. Në punë, idetë kreative do të vlerësohen. Në dashuri, dita premton emocione të bukura dhe surpriza të këndshme. Britsjapi. Përkushtimi dhe serioziteti do të shpërblehen. Mund të arrini rezultate të rëndësishme në një projekt që ka kërkuar shumë mund. Në jetën sentimentale është momenti i duhur për të shprehur ndjenjat dhe për të ndërtuar më shumë besim. Kujdesuni për ekuilibrin mes punës dhe jetës personale. Ujori. Dita favorizon kreativitetin dhe idetë origjinale. Në punë mund të gjeni zgjidhje të zgjuara për një problem të vjetër. Në dashuri, komunikimi i hapur do të sjellë më shumë afërsi me partnerin, ndërsa beqarët mund të përjetojnë një njohje interesante. Financat kërkojnë pak më shumë kujdes në planifikim. Peshqit. Ndjeshmëria dhe intuita do t'ju udhëheqin në drejtimin e duhur. Në punë mund të merrni një lajm pozitiv ose të përfundoni me sukses një detyrë të rëndësishme. Kujdesuni për veten dhe mos e neglizhoni pushimin. Pasi një mendje e qetë do t'ju ndihmojë të shfrytëzoni sa më mirë mundësitë e ditës. Horoskopi në Top Albania Radio.